Si e mendoni ju, zoti Myrto? Zoti Myrto. Ne jemi antarë të NATO-s dhe natyrisht do të pyetet edhe në parlamentit, do të pyetet edhe qytetarët. Por unë do të thosha kështu që ne kemi një simbol të veçantë, që është flamuri ynë kombëtar. Ngjyra e flamurit tonë është ngjyrë domethënë kuq edhe zi. Dhe është e veçanta krahasuar edhe me shumë vende të tjera. Dhe kjo ka veçorinë e saj sepse Shqipëria historikisht ka vuajtur nga luftrat, po jo se ka qenë një vend zaptus për vendet e tjera. Dhe duke qenë se ka vuajtur sepse këtu është bërë shesh lufte kanë ardhur të tjerë, na kanë pushtuar ose kanë qenë kalimtar. Kështu që shqiptari ka pas një lloj trysnie nga lufta dhe tani kur kujtojnë armët, sikur i kujtohet lufta. Po është tjetër gjë, domethënë pse duhet ta vuaj këtë lloj trysnie? Pse duhet ta vuaj këtë lloj trysnie, domethënë shqiptarët në kohët e sotme, në kohën e demokracisë. Tani unë mendoj se çështja për të cilën ne jemi të sensibilizuar dhe që është sensibilizuar gjithë shoqëria shqiptare, gjithë njerëzit, tani kanë në problem të ditës çështjet e armëve. Kjo unë mendoj se nuk është për shkak se nuk kanë informacion popullata dhe nuk e di se ç'janë këto armë. Nga përvoja ime se ne të gjithë, sidomos brezi im, është një brez që përveç që ka bërë ushtri, por ka bërë dhe zbor dhe pak a shumë e ka njohurinë. Mua më ka rasti që kimike nuk e ka njohurinë. Pra, unë për shembull që jam mësues dhe që jam një njeri që më njohë në sferën e arsimit, unë kam shumë njohuri edhe për armët kimike. Për lëndët e helmuse luftarake. Për lëndët e helmuse luftarake. Për sarinën dhe zarinën janë çfarose në masë. Janë, siç e tha zotëria Ushtaraku, ja dhe me pasoja prapave pruse. Pra, duke qenë të tilla ato kanë një rrezikshmëri të jashtëzakonshme. Dhe përse duhet diskutohet që këto armë, të cilat nuk janë pasojë që i ka krijuar populli shqiptar, nuk i ka përdorur populli shqiptar as për kundër vetes, as për kundër të tjerëve. I kanë përdorur ata në vendin e tyre. Përse ne duhet vuajmë patjetër, qoftë edhe shqetësimi psikologjik që na krijohet. Pse duhet ta vuajmë? Dhe pse duhet shtrohet për diskutim një gjë e tillë? Pavarësisht se ne jemi vend i NATO-s dhe dihet që kemi detyrimet, por këto detyrime, krahasuar me popullatën, krahasuar me vendin, krahasuar dhe me historinë, unë mendoj që amerikanët e kanë gabim që e shtrojnë si problem për Shqipërinë këtë. Pavarësisht se ne kemi respekt për popullin amerikan, kemi respekt për demokracinë amerikane. Po ku është gabimi i tyre? Gabimi i tyre është se o nuk kanë informacion aq të hin se çfarë është Shqipëria, po unë them që kanë, sepse kur ishte fjala që do të vinte George Bushi në Shqipëri, tha unë dy gjëra perlë për Shqipërinë. Një Bregdet të mrekullueshëm që se ka kush në botë dhe problemi i feve që janë në unitet me njëra tjetrën, që kishte nga historia që njiftej për historinë e popullit shqiptar. Tani, një vend kaq perlë, kaq i bukur, që ka dhuruar natyra, perëndia të themi, përse ne duhet tani të krijojmë një mendim krejt ndryshe, cili do, edhe ai turisti që vjen, e cili do që duhet vinë në Shqipëri, thotë ku do shkoj? Atje problem armët kimike. Imazhi negative? Imazhi është shumë negativ. Dhe shumë i rëndësishëm. Jo vetëm imazhi negativ, por dhe pasojat janë negative. Unë thash kam njohuri dhe kam njohuri të plota në këtë sferë, sepse kam kryer dhe edhe zborin ushtarak pikërisht në një repart të tillë. Dhe di çfarë janë këto. Këto janë tepër çfaruse. Dhe duke qenë të tilla s'ka pse, domethënë ne të vëmë në diskutim